Ky është 618 vrima e zezë më e madhe në univers. Me një diametër prej 390 miliard kilometrash, ky fyt i errësirës absolute është aq i gjerë, saqë vetë dritesi duhen javë të tëra për ta përshkuar. Ky nuk është thjesht një fenomen i çuditshëm. Është një dënim me vdekje për çdo sistem diellor që i del përpara. Sot erdha t'ju flas për këtë kolos që jep një kuptim të ri të merit hapësinor. Ai sfidon çdo gjë që mendonim se dinim për krijimin. Abonohuni tani dhe bëni like, sepse këtë nuk e shpjegojnë në asnjë vend tjetër. Pa humbur kohë, le të fillojmë. Universi është një vend me përmasa që mendja jonë thjesht nuk është e ndërtuar për t'i rrokur. Ne jetojmë në një pikë të vogël blu të mbrojtur nga një atmosferë holl. Ndërkohë, jashtë në Humner ndodhin ngjarje me një dhunë të paimagjinueshme. Për dekada me radhë, astronomët besonin se qendra e galaktikës son mbante kulmin e tmerrit kozmik. Atje ndodhet Shigjetaria Yll, një vrimë e zezë supermasive me një masë sa 4 milion dje, duke si diçka e pakalueshme. Një hije e aftë për ta gëlltitur diellin ton sikur të ishte një kokër rëre. Por kozmosi gjen gjithmonë një mënyrë për të na kujtuar se sa të parëndësishëm jemi. Pas vitesh vëzhgimi në skajet e hapësirës, shkencëtarët hasën në të 618. Për ta përshkruar atë, komuniteti shkencor ju deshti hite poshtë emërtimet e vjetra. Ata krijuan një term të ri, vrimë e zezë ultramasive. Ky objekt nuk është thjesht pak më i madh se të tjerët. Është një anomali që thyen çdo shkallë matjeje. Imagjinoni masën e 66 miliard dieve të ngjeshur në një pikë të vetme me dëndësi të pafundme. Nëse do të përpiqeshim të matnim horizontin e ngjarjeve, atë kufi nga i cili asgjë, madje as drita, nuk mund të shpëtojë, do të gjenim një diametër prej 390 miliard kilometrash. Është një distancë aq e madhe saqë dritës do t'i duheshin javë për ta kaluar nga njëri skaj në tjetrin. Për ta parë këtë në perspektivë, distanca mesatare midis tokës dhe diellit është vetëm 150 milion kilometra. Shtrirja e këtij giganti është më shumë se 2600 herë më e madhe se ajo njësi bazë astronomike. Po flasim për një zbrasti që mund të mbante dhjetëra sisteme diellore të plot, të vendosur njëri pas tjetrit. Planetet më të largët as nuk do ta dallonin dot se ku ndodhet qendra e kësaj humnere. Kjo bish nuk sillet si një grabiqar i heshtur. Të 618 është në një fazë aktive. Kjo do të thotë se po ushehet vazhdimisht. Rreth gojës së tij të padukshme krijohet një disk rritës. Është një vorbull gazi dhe pluhuri që rrotullohet me shpejtësi afër asaj të dritës. Fërkimi në këtë vorbull është aq ekstrem sa prodhon temperatura prej miliarda gradësh. Ai lëshon një rrezatim aq të fuqishëm saqë ne e quajmë kuazar. Është ironike dhe e tmerrshme në të njëjtën kohë. Objekti më i zi në univers është i mbështjell me dritën më të fortë që mund të diktohet. Ky shkëlqim e fsheh përbindëshin. Është një perde zjarri që na pengon të shohim galaktikën që e rrethon, sepse drita e tij thjesht fshin çdo gjë në rrugën e vet. Energjia e çliruar nga ky proces është aq e madhe sa lënda që bie brenda bombardohet nga fotone me energji të lartë. Kjo krijon një presion rrezatimi që mund të shtyjë rreth e gazit jashtë galaktikës me shpejtësi prej mijëra kilometrash në sekond. Ky fenomen njihet si fetbacku i kuazarit. Kjo do të thotë se të 618 ka fuqinë të sterilizojë rajone të tëra të hapësirës. Ai pengon ftohjen e gazit dhe formimin e hyjeve të rinj. Kështu, ai dikton fatin e miliarda sistemeve diellore potenciale. Fizika që ndodh pranë këtij horizonti ngjarjesh sfidon çdo eksperiment që mund të bëjmë në tokë. Për shkak të rrotullimit ekstrem të kësaj vrime të zezë, vetë hapësira tërhiqet me vete. Ky efekt njihet si tërheqja e kornizave ose efekti Lense Thirring. Nëse një objekt do të përpiqej të qëndronte pa lëvizur pranë kësaj bish, do ta kishte fizikisht të pamundur. Tekstura e realitetit do ta detyronte atë të rrotullohej në të njëjtin drejtim me vrimën e zezë, pavarësisht energjisë që do të përdorte për të rezistuar. Për më tepër, forca gravitacionale është aq e fortë sa çdo atom që afrohet shumë do të pësonte një spagetizim në nivel subatomik. Forcat e baticës do t'i coptonin bërthamat përpara se ato të kalonin kufirin përfundimtar. Kjo është një zonë ku koha dhe hapësira ndryshojnë rolet e tyre. Vetëm ekuacionet e relativitetit të përgjithshëm mund ta parashikojnë këtë. Brenda asaj rrezeje prej 390 miliard kilometrash, të gjitha rrugët çojnë pashmangshmërisht drejt pikës qendrore. Çdo koncept i vullnetit të lirë për lëndën aty zhduket. Edhe sipas analizës së termodinamikës së vrimave të zeza, ky entitet sillet si një përpunues informacioni gjigant. Sipas parimit holografik, i gjithë informacioni i objekteve që bien brenda tij mbetet i koduar në sipërfaqen e tij. Në rastin e të 618, sipërfaqja e tij është aq e madhe sa kapaciteti i ruajtjes së entropisë të kalon atë të triliona galaktikave së bashku. Kjo e bën atë arkivin më të madh dhe më të zi në historinë universale. Ai nuk gëlltit vetëm lëndë fizike. Ai rishkruan ligjet e shkaksisë për çdo grimsh që i afrohet. Ai e shndërron realitetin tridimensional në një projekcion dydimensional mbi horizontin e tij të ngjarjeve. Është një kujtesë se në nivelet më themelore, lënda është thjesht informacion që riorganizohet nga forca që shkenca jon sapo ka filluar t'i kuptojë.
Megjithatë, gjëja më shqetësuese nuk është madhësia, por koha kur u shfaq në histori. Duke qenë se dritës i duhet kohë për të udhëtuar, kur ne vëzhgojmë këtë objekt 10 miliard vite dritë larg, ne e shohim ashtu siç ishte në fillimet e universit. Kjo ngre një pyetje që i lë pa gjumë astrofizikanët, si mundi diçka të bëhej aq e madhe në aq pak kohë? Sipas teorive tona, një vrime të zezë i duhen miliarda vjet ushqimi ngadalë për të arritur për masa të tilla. Por të 618 ishte tashmë një gjigant kur universi sapo kishte filluar. Është si të gjesh një rokaqiell të ndërtuar në mes të shkretëtirës, ku nuk ka as mjete as punëtor. Ekzistenca e këtij objekti sugjeron se universi i hershëm nuk ishte një vend i rregullt, por një mjedis i dhunshëm ku ligjet e rritjes ishin shumë më agresive. Disa teorik propozojnë ekzistencën e vrimave të zeza primordiale. Ato nuk u formuan nga yjet, por drejt për drejt nga dëndësia pas Big Bangut. Kjo u dha atyre një avantazh të madh për të gëlltitur lëndë që nga sekonda e parë e krijimit. Hipoteza të tjera sugjerojnë se universi i hershëm ishte shumë më i dëndur dhe më i dhunshëm. Kjo lejoi gosti kozmike të përmasave epike. Besohet se në ato epoka, përplasjet midis galaktikave të reja ishin rregull. Kjo siguronte një rrjedhë të vazhdueshme gazi të freskët drejt qendrave galaktike. Megjithatë, edhe me ushqim të pafundëm, të 618 duket se ka kaluar kufirin teorik të rritjes. Ekziston një pengesë fizike e quajtur kufiri i Eddingtonit. Ai përcakton shpejtësinë maksimale me të cilën një objekt mund të grumbullojë masë përpara se shkëlqimi i tij ta shtyjë ushqimin jashtë. Që ky gjigant arrinte masën e 66 miliard dieve në vetëm pak miliard vjet, ai duhet të kishte qenë në një gjendje rritje super Eddington të vazhdueshme. Kjo sfidon ekuilibrin termodinamik që qeveris kuazarët e tjerë. Kjo urit ekstreme do të thotë se ky objekt mund të ketë shërbyer si një pikë kyçe gravitacionale për strukturat e para të mëdha. Ndërsa fijet e gazit të hershëm ftoheshin, graviteti i të 618 tërhiqte grumbujt të tërë lëndë të zezë. Kjo krijonte një pusë aq të thellë sa asgjë nuk mund t'i shpëtonte ndikimit të tij në miliona vite dritë rreth e rrotull. Kjo na bën të pyetim, a janë vrimat e zeza ultramasive pasojë e galaktikave, apo janë arkitektët që përcaktuan se si do të organizoheshin yjet? Është një vallëzim krijimi dhe shkatërimi. Kolosi qendror rregullon jetën e triliona dieve përmes rrymave të plasmës që udhtojnë me shpejtësi relativiste. Ai lëshon rreze gama që mund të diktohen nga skaji tjetër i universit të vëzhgueshëm. Misteri shtrihet edhe në përbërjen kimike të mjedisit të tij. Vëzhgimet tregojnë se gazi rreth këtij kuazari është çuditërisht i pasur me elemente të rënda si karboni, oksigjeni dhe hekuri. Kjo është shumë e rrallë. Këto elemente krijohen vetëm brenda yjeve dhe shpërndahen përmes supernovave. Fakti që të 618 ishte i rrethuar nga kjo sasi metalesh astronomike aq herët tregon diçka të jashtëzakonshme. Brezat të tërë yjesh masiv duhet të kenë lindur dhe vdekur me një ritëm të eshëm pranë tij. Ne po shohim një sistem që përpunoi miliona vjet evolucion yjor në një kohë shumë të shkurtër. Ai u bë një varrez dijesh të lashtë që nuk do t'i njohim kurrë ndryshe. Ky pasurim kimik i përshpejtuar sugjeron se mjedisi i tij funksionoi si një tenxhere me presion galaktike. Dëndësia e lartë në universin e hershëm bëri që yjet e parë të popullatës të formoheshin me masa qindra herë më të mëdha se dielli ynë. Këta yje vdiqen në mënyrë të dhunshme. Ata mbollën diskun e vrimës së zezë me materiale që ndryshuan dritën e kuazarit. Kjo na jep pista për një epokë për të cilën nuk kemi regjistrime të tjera direkte. Është si të lexosh kodin e një shpërthimi të lashtë. Kjo na lejon të rindërtojmë metalicitetin e një universi që sapo po mësonte të prodhonte elementet bazë të jetës. Por e vërteta është se ne nuk e dimë me siguri. Të 618 mbetet një kujtesë se kuptimi ynë për fizikën është i paplot. Ne po shohim një rebel që nuk ndjek rregullat. Mund të jetë vetëm maja e icebergut të një popullate objektesh ultramasive që ende nuk i kemi zbuluar. Ata mund të fshihen në rajone më të largëta ose mund të kenë ndaluar së ushqyeri. Studimi i këtij kuazari është kyç për të kuptuar lidhjen midis vrimës së zezë qendrore dhe galaktikës së saj. Kjo lidhje, e njohur si marrëdhënia me Sigma, sugjeron një simbiozë të çuditshme. Përbindeshi kufizon rritjen e shtëpisë së tij përmes shpërthimeve të energjisë që dëbojnë gazin jetik në zbrasti. Dhe këtu kurreshtja kthehet në rrëqethje. Nëse drita që shohim sot na tregon një përbindësh të 10 miliard viteve më parë, çfarë është bërë ai tani? Ndërsa ne evoluonim këtu, ajo bish ka pasur 10 miliard vjet shtesë për të gëlltitur yje dhe vrima të tjera të zeza. Është e mundur që sot ai të jetë një entitet shumë më kolosal. Një njoll asgjë absolute që ka gëlltitur grumbujt të tërë galaktikash. Ai mund ta ketë dyfishuar masën e tij duke krijuar valë gravitacionale që kanë deformuar hapësirën përfundimisht. Nëse do ta shihnim sot, mbase do të zbulonim se ka konsumuar çdo gjë dhe tani qëndron në qendër të një zbrastie të pafundme. Një relikt i zi që nuk shkëlqen më, por që sundon fatin e çdo gjëje miliona vite dritë larg. Ky proces bashkimi do të kishte krijuar valë gravitacionale që lëkundin themelet e rrjetës kozmike. Detektorët tanë si LIGO nuk do t'i kapnin dot ato frekuenca aq të ulta. Do të ishin dridhje që lëvizin galaktika të tëra si anije në stuhi.
Të mendosh për të 618 sot, do të thotë të imagjinosh gjendjen përfundimtare të lëndës. Një pikë ku koha ndalon dhe drita vdes. Ka të ngjarë që horizonti i tij i ngjarjeve të jetë zgjeruar aq shumë sa versioni i tij i vjetër të duke i vogël. Ai ka konsumuar galaktika satelite që dikur ishin në distanca të sigurta. Ne shohim një fantazm, por kufoma që la pas është tani zotëria absolut i asaj zone të universit. Kjo zgjatje kohore na bën të reflektojmë mbi brishtësinë tonë. Në kohën që i duhet një fotoni të udhëtojë nga skaji i diskut në qendër, njerëzimi mund të kishte lindur dhe zhdukur plotësisht. Ne jemi thjesht një mbyllje sysh për një entitet që e mat jetën me eone. Madhështia e kësaj vrime të zezë është prova se universi ka mekanizma që veprojnë jashtë kontrollit tonë. Ne jemi në një flusë qetësie, ndërsa këta titani japin formë kozmosit në errësirën e thellë. Çdo sekond që kalon, të 618 vazhdon të konsumojë realitetin, indiferent ndaj nesh. Në fund, të shohësh të 618 është një mësim për ulësie. Kozmosi nuk është një kopsh për komoditetin ton. Është një oqean i rrezikshëm plot gjigant që mund të na fshinim pa lënë gjurmë. Ne jemi vëzhgues të përkohshëm të një shfaqjeje që do të vazhdojë shumë pasi ne të jemi larguar. Ky objekt na mëson se dia njerëzore ka kufi. Për çdo përgjigje lindin 10 pyetje të reja. Përballë hijes së 66 miliard dieve, na mbetet vetëm admirimi për pafundësinë e një universi që na lejon të shohim sekretet e tij më të errta. Nëse ju pëlqejnë misteret e kozmosit, abonohuni dhe aktivizoni zilen. Shihemi së shpejti.